Ku e ke Rolex? Me kam falso. Me Rolexa me kështu, po, e këthëm edhe këngët, në për këngë me Rolexa, me gjëra, me kompleksa. Jo, këtu vdes shqiptari. Sa ai që punon e ka halal. Avokatja jonë. Çështja është që ai nuk ta tregon si i bëri lekët. Patjetër. Në momentin që ta tregon do të kesh mashtrim, nuk ka rëndësi ti mund të kuptosh Jo, vjen mashtrimi i zinxhirit, Ornela. Ky lloj mashtrimi i zinxhirit vjen kështu. Ti, motra, vllai dhe ky tjetri, Çuni xhajës, komshiu. Ti nuk do i thosh njeriu. Edhe këtu e po se të rëndësishme gjë. Se ti do mësjellësh një ose sa ke. Futu gjitha se do t'i marrë shpejt 5. Dhe ky bën tani që A vash se e mashtrove atë? e mori. E mori. Dhe pastaj i thot, Unë po e vë veten në vendin atij që është mashtruar dhe po mendoj, ore, po ky kaq budall po e themi kështu. Po pse budall, more? Po si mund të fitosh para kur ti nuk ke bë asnjë Ore, fukarallik, fukarallik, ka thënë mirë. edhe ti s'ke të bëthojë pra. Shqiptari nuk ta tregon mënyrën si bën lekët, kur është e vërtet. ti që Kur është mashtrim, hajde thotë se do bëjmë lekë të gjithë. Ti që han këtë mashtrim, duhet ta dish. Ore, ai atje në divjak. Po çdo lodhet gjithë ditën duke bë shalqi. pa i pse lodhet. E me zor merr 100.000 lekë vjetra. E vjen tjetri ndaj këtë lokali kur pijen ato birrën atje thot, fut 1 milion se do marrësh 5. Po ti me shalqinin si bëre do 100.000 lekë do bësh 5 milion ti duke i fut ndaj këtë lokali. Ai me shalqinin se rregullon do të jetën e vet, prandaj joshet për të marrë para shpejt. Jeta është. Prandaj hodhën shalqit këta gjithë mes rrugës. Se kishe fillu biznesin me këto. Fillu kripta ja. Tani që Po këto me SMS-t që vinë këto, hajde se të ka arë Filan Pako, hajde ose ki kujdes këtë, shiko këto Ka foto. arë një gjob. Mua më befasojnë shqiptarë të ka ardhur gjob, thotë, ore, ti s'ke makinë, kur të edhi gjoba, pse e kikon? Ti s'ke makinë, ti s'ke porosit online, qa pak hoteli, pse e kikon? Do të thënë thua këto, se një populli trash nuk kemi o Tomi. Ore, shiko tani, shiko, Se e kikon thua, se edhe nga